Kush po blen banesa në Kosovë? Diaspora ka investuar mbi 9 miliard euro në blerjen e rreth 180.000 banesave në Kosovë vetëm gjatë 2 dekadave të fundit. Këto banesa shpesh qëndrojnë të zbrasta shumicën e vitit. Kjo është një nga arsyet e çmimit të papërballueshëm për qytetarët në Kosovë. Sot 1 metër katror mund të kushtojë deri në 2.800 euro në Prishtinë. Njohësit e ekonomisë konsiderojnë se 9 miliard euro në banesa janë një pasuri e vendosur në vendin e gabuar mbi 50%. Sipas tyre, përgjegjësia mbetet te qeveria në mosvendosjen e tatimit më të lartë për banesat e pabanuara. Pse po vazhdon të rritet çmimi? Arsye të tjera janë tokat, pronarët duan deri në 42% të projektit, çmimi i lartë i ndërtimit ka pësuar arritje deri në 40% dhe arsye tjetër mungesa fuqisë punëtore, shumë prej punëtorëve kanë ikur nga vendi. Edhe pse diaspora vazhdon të blejë banesa, për qytetarët që jetojnë në Kosovë, ky çmim mbetet i paarritshëm.